Në seancën e zhvilluar sot në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, trupi gjykues vendosi të mbajë në fushim masën e sigurisë arrest me burg ndaj kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj. Mbrojtja kërkoi ndryshimin e kësaj mase duke propozuar dhe garanci pasurore, por gjykata i hodhi poshtë kërkesat. Prokurori Olsi Dado gjatë seancës paraqiti për mbledhjen e informacionit 2 mujor të hetimeve, duke theksuar veprimet e reja që ka ndërmarrë organi akuzës në këtë periudhë. Ai solli prova të reja përfshirë sekuestrimin e një apartamenti, i cili u konfirmua sot edhe nga gjykata e posaçme apelit. Kjo provë e re është pjesë e hetimeve që lidhen me ndryshime për fshehje pasurie. Në stadin e gjyqit mungoi Vetvelia, i cili u përfaqësua nga avokati i tij, ndërsa i pranishëm ishte edhe biznesmeni Elman Abule, i arrestuar në shtëpi i përfshirë në të njëjtën rast penal. Kryetari i Bashkisë së Tiranës hetohet për dyshime të korrupsionit pasiv në të paktën në 9 raste të ndryshme, ku dyshohet për përfitimet palishme në këmbim të favoreve. Përveç kësaj, akuzave së fundmi ndaj tij është ngritur dhe akuza për fshehje pasurie, duke e thedhuar dhe më tej kompleksitetin e çështjes. Erion Veliaj u arrestua me 10 shkurt me urdhër të gjykatës, që prej asaj kohe mbahet në paraburgim në ambientet e Durrësit. Ai ka kundërshtuar vazhdimisht në publik akuzat që janë ngritur, duke i cilësuar ato të pabaza dhe të motivuara politikisht. Ky proces gjyqësor ka marrë vëmendje të madhe publike dhe mediatike, pasi reflekton përpjekjet e drejtësisë për të luftuar korrupsionin në nivelet më të larta të administratës publike në vend. Vendimi i sotëm theksoi qëndrimin e gjykatës ndaj masave së sigurisë dhe vlerësimin e provave të paraqitura nga prokuroria. Seanca e ardhshme do të jetë vendimtare për vijimin e hetimeve dhe zhvillimin e mëtejshëm të çështjes.